Sa do tronditëse të jetë, videoja abuzimit me aktivistët e flotilës Global Sumut nuk do të befasoj askënd që kanë ndjekur trajtimin që Izraeli u bën të ndaluarve palestines apo aktivistëve dhe punonjësve të huaj humanitar. Grupi izraelit për drejtat e njerëzit B'Tselem publikoi në gusht 2024 raportin Welcome to Hell, një analizë gjithëpërfshirëse mbi abuzimin e të ndaluarve palestines si çështje politikës shtetërore. Sipas B'Tselem, palestinezët që mbahen pa akuza i nështron rregullisht abuzimit seksual, rrahjeve, përdorimit të qenve, privimit nga gjumi dhe poshtërimit. Më herët këtë muaj, kolumnisti veterani The New York Times, Nicholas Kristof, publikoi një rrëfim të detajuar mbi abuzimet izraelite, përfshir pretendime se qend përdoren për abuzim seksual ndaj të ndaluarve palestinez. Këto raporte pasojnë një rrjedhje videoje në gusht 2024 që tregonte oficer izraelit duke përdhunuar në grup një të burgosur palestinez në qendrën e ndalimit Sde Tejman, si dhe një raport vitit 2024 nga OKB-ja, i cili gjeti se abuzimi seksual ishte bërë pjesë e procedurave standard operative të Izraelit. Forcat izraelite kanë shënjësruar gjithashtu shtetas të huaj. Aktivist, gazetar, punonjës ndihmash, mjek dhe personel humanitar janë vrarë, sulmuar ose abuzuar në mënyrë të përsëritur pa pasoja. Në vitin 2003, aktivisti amerikane 23 vjeçaria Rachel Corrie u shtyp për vdekje nga një buldozer izraelit në Gaza, ndërsa përpiqej të ndalte shembjen e një shtëpie palestineze. Në maj 2010, komando izraelite ndërpren një flotil drejt Gazës në ujrat ndërkombëtare dhe vran 9 aktivistë në bordin e anijes Mavi Marmara. Autopsi treguan se viktimat ishin qelluar nga distanca e afërt. Në maj 2022, gazetarja palestinezo-amerikane Shirin Abu Akleh, e cila punonte për Al Jazeerën, u qellua në kokë dhe u vra nga një snajper izraelit në bregun perëndimor të pushtuar. Në prill 2024, droni izraelit goditën 3 automjete të World Central Kitchen në Gaza, duke vrarë 7 punonjës ndihmash nga disa vende. Automjetet ishin të shënuara qartë dhe konvoj kishte koordinuar lëvizjet me ushtrinë izraelite, ndërsa u thonte në një zonë të dekonfliktuar. Pasi një automjet u godit, pasagerët u zhvendosën në një të dytë, i cili gjithashtu u godit. Një i tretë u godit veçmas. Një hetim sugjeroi se të 3 sulmet ishin të qëllimshme. Videoja e Ben-Gvirit, pra, nuk përfaqëson një devijim nga sjellja e përgjithshme e forcave izraelite. Ajo pasqyron një model më të gjerë abuzimi, poshtërimi dhe çnjerëzimi. Në mënyrë domethënëse nuk ka pasur asnjë përgjegjësi reale për asnjë nga këto incidente. Asnjë zyrtar apo ushtar izraelit nuk është përballur me ndjekje penale në lidhje me to. Ajo që ndoshta bie më shumë në sy në videon e Ben-Gvirit është fakti se ai vetë publikoi, duke sugjeruar jo vetëm krenari për sjelljen e tij, por edhe bindje se as ai dhe as oficerët e tij nuk do të përballen me ndëshkim. Ky vetbesim pasqyron një model më të gjerë mes figurave politike, të sigurisë dhe mediave izraelite, të cilët janë mësuar të shpërblehen e jo të ndëshkohen për sjellje abuzive. Ushtarët që kryen përdhunimin në Sde Tejman u lavdruan nga establishmenti politik dhe mediatik, pasi akuzat ndaj tyre u hodhën poshtë, kryeministri Benjamin Netanyahu i quajti ata luftëtar heroik. Mëgjërësisht, ushtarët dhe kolonët janë bërë hapur mburra vec për krime të dukshme, shpesh duke publikuar vetë provat. Gjatë kulmit të gjenocidit në Gaza, ushtarë izraelit postonin video snajperësh duke qelluar ndaj civilëve të paarmatosur, si dhe pamje ku hidhnin në erë shtëpi palestineze, plaçkitnin dyqane, provonin të brendshme të grave palestineze dhe luanin me lodrat e fëmijëve, shtëpitë e cilëve sapo ishin shkatruar. Një raport i vitit 2024 nga Le Monde, që dokumentonte shumë prej këtyre videove, sugjeroi se një ndjenjë mos ndeshkueshmërie mund t'i ketë shtyrë ushtarët t'i publikojnë ato. Figura politike, ushtarake dhe mediatike izraelite janë thirrë gjithashtu rahat të bëjnë deklarata gjenocidale hapur. Në një fjalim televiziv më 8 tetor 2023, Netanyahu premtoi se do ta kthejë Gazën në një ishull rrënojash. Më vonë atë muaj, ai referoi vazhdimisht urdhrit biblik kundër amalekitëve, një grup që izraelitët urdhëroheshin ta shkatronin plotësisht, përfshirë gratë, fëmijët dhe foshnjat, një referencë që më vonë Afrika e Jugut do ta citonte në
Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Në tetor 2023, ish-kreu Këshillit Sigurisë Kombëtare, Giora Eland, argumentoi se krijimi i një krize humanitare në Gaza do ta ndihmonte Izraelin të fitonte luftën. Më vonë ai paraqiti atë që u njoh si plani i gjeneralëve, një propozim për urinë e detyruar palestinezëve në veri të Gazës. Retorika gjenocidale është përhapur edhe në mediat izraelite. Në Channel 14 të Izraelit, një moderator pyeti një të ftuar nëse ishte e pranueshme që Izraeli qëllonte civil në Gaza. I ftuari, një analist politik dhe jurist, u përgjigj: Sigurisht. Sipas Le Monde, 3 organizata jo qeveritare izraelite dokumentuan qindra deklarata të ngjashme në këtë kanal. Vet Ben-Gviri ka një histori të gjatë mbështetjeje për dhunën e ekstremiste dhe deklaratat gjenocidale ndaj palestinezëve. Si ai, ashtu edhe ministri i financave Bezalel Smotrich kanë inkurajuar sulme të dhunshme të kolonëve në bregun perëndimor të pushtuar, kanë mbrojtur zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme, kanë promovuar dëbimin masiv të palestinezëve nga Gaza dhe kanë bërë thirrje që ushtria të bllokojë ndihmën humanitare për palestinezët e uritur. Studiuesi izraelit Menachem Klein ka argumentuar se Izraeli është një shoqëri gjenocidale, një përfundim i vështirë për të hedhur poshtë, duke pasur parasysh mënyrën se si politika izraelite, sjellja ushtarake, retorika mediatike dhe diskursi publik janë bashkuar për të normalizuar dhunën sistematike me pothuajse asnjë përgjegjësi. Abuzimi ndaj aktivistëve të flotilës, pra nuk është një devijim, është sjellja e parashikueshme një sistemi që ka mësuar se mund të vrasë, të përdhunoj, poshtëroj dhe të lërë njerëzit të uritur pa pasoja. Që nga muajt e fundit të vitit 2023, opinioni publik global është kthyer ndjeshëm kundër Izraelit, me Netanyahu që së fundmi pranoi se Izraeli po humbet betejën e marrëdhënieve publike në nivel global. Problemi për Izraelin është se një sistem i bazuar mbi mosndëshkueshmërinë përfundimisht pushon së fshehuri.